Cila këngë ta dridh zemrën kur e këndon? Ka shumë këngë të bukura. Ua, sa bukur. Për herë të parë dashnin fillova, e por i gjithu i mendu. O, fort po tutna, mos gabova, o, më thuj djalë pse mje idhnu. Shto e përfundova. Falenderët shumë. Mrekulli. Ju këngëtarët, a keni probleme zgjedh kush ka me këndu në dasëm të kjo, apo e mira është që është krejt gratis? Po. Ka sa kam qesh me këtë pyetje. Paj, normal si preferencë do të më koni një këngëtar, kështë që na e zgjedhim në dasëm, po na e letëson shumë që krejt i thirim kolegë, se cili ka 10 minuta dhe shkon dasma, super. E kemi ma letë se njerëzit e tjerë. Na çmendet me çmime? S'është e vërtet. Jo. Jo në rastin tënd? Jo në rastin tim. Jo, as pak. Kanë drejt, kanë shumë drejt, për pyetjen, mirë po jo. Nuk vlen kjo për mua. Mendon që je arsyeshme edhe në secilën performancë? Mendoj që e teproj me arsye. Jo, s'po du me u bëqa që më deste, është pjesë e punës, jetoj me ato gjana, mirë po nuk jemi në atë pikën që me i pasë dhe çmime shumë të larta. Njerëzit që kanë dhonë shumë muzikës, mendoj që i kanë të arsyeshme çmimet. Nëse një njeri i ka kushtu shumë vite, karierë, jetë, muzikës, ka bo shumë këngë për publikun të vetat, pa dyshim që e meriton me pas çmimin. E vërtet.